Tronditet Kisha Katolike në Itali raport i ri, mbi 4.000 persona të abuzuar seksualisht nga priftrin që nga viti 2020. Rreth 4.400 persona janë abuzuar seksualisht nga priftrin katolik në Itali në raste të regjistruara që nga viti 2020, sipas shifrave të publikuara në 24 tetor nga Rete Labuzo, grupi më i madh i viktimave të abuzimit klerik në vend. Rete Labuzo tha se kishte regjistruar 1250 raste të dyshuar abuzimi, disa prej të cilave përfshinin viktima të shumëfishta, prej tyre 1106 përfshinin priftrinj katolik, ndërsa pjesa tjetër përfshinte murgesha, mësues fetar, vullnetar, edukator dhe antar të organizatave të skautizmit. Sipas raportit, një total prej 4625 personash konsiderohen viktima ose ato që organizata i quan të mbijetuar, nga cilët 4395 u abuzuan nga priftrinjt. Nga këta 4451 ishin nën 18 vjeç, ndërsa 4108 ishin djem. Viktimat e mbetura përfshin 5 murgesha, 156 të rritur të cënueshëm dhe 11 persona me aftësi të kufizuara. Nga 1106 priftrinj të dyshuar, vetëm 76 u çuan nga gjykata kishtare, 17 u pezulluan përkohësisht, 7 u transferuan në famulli të tjera dhe 18 u shkarkuan ose dhanë dorëheqjen nga detyra e tyre priftërore, ndërsa 5 prej tyre raportohet se kanë kryer vetvrasje. Sipas Reuters, Rete Labuzo, e cila nuk njihet zyrtarisht nga shteti ose kisha, tha se të dhënat bazohen në dëshmitë e viktimave, dokumentat gjyqësore dhe raportet e shtypit. Themeluesi i grupit, Francesco Zanardi, tha se nuk dihet se sa larg në kohë shkojnë disa nga akuzat, ndërsa Sinodi Italian i Peshkopëve, i cili kohët e fundit është kritikuar ashpër nga Komisioni i Vatikanit për mbrojtjen e të miturve, nuk ka komentuar mbigjetjet. Kisha Katolike është tronditur për dekada nga skandalet që përfshin pedofilin dhe mbulimin e rasteve nga priftrinj, por autoritetet lokale të kishës në Itali janë akuzuar se nuk e kanë trajtuar problemin në mënyrë transparente. Papa i ri, Leoni XIV, i cili u takua me të mbijetuarit abuzimit klerikal për herë të parë këtë javë, u bëri thirrje peshkopëve të mos i fshehin akuzat për shkelje. Pararsi i tij, i ndjeri Papa Francesku, e ktheu luftën kundër abuzimit një përparësi gjatë papatit të tij 12 vjeçar, por me rezultate të përzjera. Në një raport publikuar në 16 tetor, Komisioni i Vatikanit për mbrojtjen e të miturve vuri në dukje se vetëm 81 nga 226 dioqeza italiane ju përgjigjën një pyetësori mbi praktikat e tyre të mbrojtjes së fëmijëve.